Mirë gjetur nga horoskopi nesër. Këtu është horoskopi i shtunë 15 mars 2025. Dashi. Sot mund të mos keni atë rrjedhshmëri të sjelljes që shpesh dini ta futni në marrëdhëniet personale dhe familjare. Nëse keni probleme të vogla në dashuri, është e kohë të jepni një ultimatum. Nëse ndonjë gjë, kjo periudhë është e drejtë për t'u kuptuar, harroni nëse është e nevojshme. Demi. Këto ditë të ardhshme janë efikase, ndër të tjera edhe në lidhje me gjendjen shpirtërore. Takim po. Binjaket. Do t'ju kërkojnë para për familjen, shpenzime për fëmijët ose për shtëpi. Kini kujdes nëse duhet të largoheni ose të planifikoni një takim. Gaforja. Acarime të vogla që së shpejti do të kapërcehen dhe lajmet e mira tashmë mund të vinë pas dite. Nëse tashmë ka një njeri të këndshëm pranë jush, atëherë projektet ditë të dy fishta, aktive dhe pozitive. Luani. Gjërat që bëni mund të bëhen të rëndësishme, sfogloj mundësitë e lodhshme dhe jepeni vetes më shumë hapësirë për dashuri. Brenda familjes do arrini të gjeni kompromise inteligjente për të zgjidhur një mosmarrëveshje pronësie që ju shqetëson prej disa kohësh. Virgjeresha. Edhe një herë yjet ju bëjnë thirrje që të flisni me kujdes. Në dashuri ju murmurisni shumë. Peshorja. Sot ndiheni pak të shqetësuar, të padurueshëm, të vrullshëm, por atëherë kjo gjendje shpirtërore do të qetësohet, së shpejti do t'i ndjeni efektet në ardhjen e një sasije të mjaftueshme entuziazmi, veçanërisht në planifikimin e udhëtimeve dhe udhëtimeve të ardhshme. Akrepi. Nuk është e lehtë në këtë periudhë të përjetosh dashuri pa disa ndërlikime. Për sa i përket shëndetit, do të jetë mirë të bëni një kurs gjimnastike për të çliruar tensionin. Shigjetari. Sot ju jeni padyshim shumë më i fortë, një moment shërimi. Ju jeni më të qetë dhe të disponueshëm, kjo tashmë është një premisë e mirë, emocione në sy. Britsjapi. Një ditë interesante që mund të ndihmojë në mbushjen e borxhit të kaluar, në dashuri kërkon më shumë qartësi. Do të ndiheni më të lehtësuar, më pak të ndikuar nga mjedisi dhe disponimi i të tjerëve. Ujori. Dashuria mund të jetë sërish bindëse, por duhet të planifikoni një udhëtim të këndshëm ose diçka argëtuese, veçanërisht nëse çifti është oksiduar prej disa kohësh. Peshqit. Bëhuni gati sepse do të dalin edhe ca para, nga ana tjetër ka ende shumë paqartësi për temën e parave. Ndonjëherë ju duhet të merrni më poshtë këshilla më të buta. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet. Së shpejti.